Një orë për të ndalur, për të dëgjuar dhe për të qenë më pranë. Sepse çdo familje ka nevojë për kohë të përbashkët. Të dashur miq, prallat përveç se na japin emocione, bartin edhe diçka tjetër shumë të çmuar. Shenja të vogla psikologjike që na ndihmojnë të kuptojmë fëmijët më thellë. Për këtë arsye, pata kënaqësinë të bisedoj në studio me një të ftuar të veçantë, që i ka përjetuar prallat jo vetëm si imagjinat, por edhe si mjet pune, si dritare drejt zhvillimit emocional të fëmijëve. Ajo është psikologe shkollore në Kanada, me studime të thelluara në psikologji. Ndoshta shumë prej jush e mbajnë mend nga ekrani, si moderatore lajmesh në disa televizione edhe në radio-televizionin shqiptar. Një grua që i ka bashkuar dy botë, artin e fjalës dhe shkencën e psikikës. Në panairin e fundit të librit në Tiranë, ajo erdhi me një dhuratë të çmuar për fëmijët, një libër me 18 porralla, ku secila histori është lidhur me delikatesën e një çrregullimi ose sfide psikologjike, një mënyrë kreative dhe shumë inteligjente për të ndihmuar fëmijët të kuptojnë veten dhe emocionet e tyre. Sigurisht edhe prindrit të kuptojnë më mirë fëmijët e tyre. Libri i saj, Kur s'ka putra, ka pupla, u përzgjodh në 5 librat më të mirë për fëmijët të panairit. Për magjinë e porrallave të këtij libri, por dhe për dallimet mes fëmijëve në Kanada dhe atyre në Shqipëri, biseduam në studio me psikologen Jeta Toçila Dedja. Jeta, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Kozeta. Si erdhe te prralla? 18 porralla. Unë i kam përdorur prallat shumë për të lidhur me fëmijët në terapi. Sepse kur një fëmijë ka rezistenca, bariera për të hapur me njëri që nuk e njeh, aq më tepër një psikolog, fëmijët zakonisht e mendojnë si doktorin që do na vizitojë, do na vëjë stetoskopin, do na japi ilaçe, do na shpojë me gjilpër. Ndërkohë kur unë nisë dhe tregoj pralla, sigurisht që një fëmijë ma gjepset nga prallat. Dhe aty është ajo që hap derën e komunikimit dhe pastaj nuk e mbyll më derën. Dhe më duket pak e vështirë, sepse ka disa pralla që janë klasike, duket sikur ato nuk konkurohen dot, kështu që të dalësh me pralla në kohën e sotme duhet që të jenë shumë tërheqëse për fëmijët. Është e vërtetë se nuk mund konkurosh me vëllezërit Grimm, po themi, sepse i kanë rezistuar kohrave dhe të gjitha shteteve. Por qëllimi im ishte prallat e mia të mos i ngjanin prallave klasike. Prallat e mia duhet kishin një ndërthurje të psikologjisë dhe letërsisë. Dhe ky është çelësi, le të themi, dhe e veçanta e prallave të mia, se në çdo prall un kam pasur parasysh dhe në mendje një çrregullim psikologjik. Po themi çrregullimin e mungesës vëmendjes dhe hiperaktivitetit është trajtuar përmes një çukapiku të paduruar, i cili çuk në një pemë dhe i ndërpret të gjithë shokët e tjerë. Dhe mësuesja Breshk dhe drejtor Bufi e mësojnë se si ta menaxhoj këtë lloj sjellje, duke i mësuar disa teknika. Pra, duke përdorur gjuhën e një psikologu, mësuesja dhe drejtori e mësojnë çukapikun e paduruar të menaxhoj sjelljen e tij, hiperaktivitetin e tij. Shumë e lezetshme, sikurse edhe titulli, jo, Kur s'ka putra, ka pupla, duket një titull i mençur, çfarë simbolike mbart? Po, në fakt është një lojë fjalësh dhe metaforë, për të treguar që në rast se nuk ke një veti, një cilësi, në rast se nuk ke putra për të ecur përpara, atëherë përdor puplat apo flatrat e tua për të fluturuar. Pra kur s'ke diçka që tjetri e ka, ti ke diçka tjetër që tjetri nuk e ka. Cila është pralla që ti e ke më për zemër në këtë libër? Nuk di të them, më duket sikur të gjitha i dua shumë, sepse të gjitha kanë një simbolik caktuar dhe kanë një mesazh caktuar. Të gjitha i dua, nuk bëj dot diferencim. Është një lloj si ajo pyetja kur i bëhesh e prindërve shqiptar dikur, këdo më shumë, gocën apo çunin. Nuk i ndan dot. I dua të gjitha. Përmende Jeta inteligjencën emocionale. Sipas mendimit tënd, a duhet prindrit të kenë më shumë njohuri sa i përket emocioneve, njohjes së emocioneve të fëmijëve të tyre dhe si ta marrin këtë? Shiko, e kam vënë re kudo këtë. Në Kanada, për shembull, i jepet një orë veçantë, ata e quajnë ora e zhvillimit social emocional. Sepse vihet re që fëmijët sot kanë vështirësi në shprehjen e emocioneve, jo vetëm në shprehjen, por edhe në njohjen, në etiketimin e emocioneve. Pra, vihet re së fundi fëmijët njohin 2 fjalë: jam i mërzitur, jam i lumtur. Por atë spektrin midis këtyre 2 ekstremeve nuk din ta etiketojnë se si ndihen në një moment caktuar.
po themi përdorim fjalën bosh, ndihem bosh. Nuk e shpreh një fëmijë sot ndihem bosh, kur ndihen në atë vështirësinë, në atë pamundësinë për të shprehur asgjë, nuk e thon dot. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe ne në Kanada, domethënë në shkollat kanadeze, meqense unë jam edhe psikologe shkollore, I është lënë një moment I veçantë zhvillimit social emocional. Do doja shumë që të ishte edhe në Shqipëri kjo pjesë, sepse teknologjia po bën punën e vet. Fëmijët po izolohen. Dhe duke u izoluar dhe duke u kushtuar më shumë vëmendje pajisjes elektronike dhe vetes, ata nuk shprehin më emocione. Pra është kufizuar shprehja e emocioneve dhe ndarja e emocioneve me njëri tjetrin. E vërtet, po unë do të thosha që ti jeton në Kanada, ama vjen dhe boton shqip në Shqipëri. Çfarë ndryshime është të kanë befasuar sa I përket fëmijëve në Kanada me fëmijët në Shqipëri? Do më duhej më shumë kohë të vëzhgoja fëmijët në Shqipëri në fakt. Do doja shumë të kisha një lloj përgjigje më të saktë për këtë, që të bëja një vëzhgim profesional të fëmijëve këtu. Un kam të dhëna për fëmijët në Kanada pasi punoj për ditë me ta, por nga ato që kam parë së largmi dhe nga fëmijët e miqve të mi këtu në Shqipëri, po shoh që fëmijët këtu po ecin me hapa të shpejt për të arritur fëmijët në vendet e tjera perëndimore. Nuk ka shumë diferencë. Mendoj që diferenca duhet jetë në sistemin. Sistemi shkollor në Kanada, sistemi I edukimit në Kanada në përgjithësi, kam përshtypjen që është shumë larg se sistemi shkollor në Shqipëri, pasi normalisht ka më tepër akses në shumë gjëra në zhvillime, por do thosha që fëmijët shqiptar janë inteligjente dhe nuk besoj që nga ana e njohurive, nga ana e arritjeve të kenë diferenca me fëmijët në Kanada. Përkundrazi, kur vërej që fëmijët shqiptar vinë dhe fillojnë një jetë të re në Kanada, në muajin e parë e kapin ritmin, nuk kanë vështirësi. Kështu që përgjigja ime do lidhet më shumë gjithmonë me ndryshimet e sistemit sesa me ndryshimet e individit. Po qasja e prindërve, si ndryshon? Ka më shumë strukturë apo më shumë ngrohtësi? Në përgjithësi shqiptarët janë të ngrohtë. Dhe kjo ndihmon një marrëdhënie që të përmirësohet më shpejt se si një marrëdhënie e prindërve kanadez me fëmijët e tyre. Pra unë nuk do kisha vështirësi të trajtoja një fëmijë shqiptar me prindër shqiptar, më shumë se sa kam vështirësi të trajtoja një fëmijë kanadez me prindër kanadez. Pasi prindrit shqiptar qasjen emocionale e kanë më të prekshme, është më e arritshme. Nuk e di çfarë na ka bërë pozita gjeografike, na ka bërë kultura, historia, që jemi më të ngrohtë, më të afërt me njëri tjetrin shpirtërisht. Ndërsa të huajt kanadezët janë përbërë nga shumë kultura dhe nuk di të them kanadez. Por atje kultura është që prindrit më shumë bazohen tek librat sesa I besojnë vetes, instiktit të tyre se si të sillen me fëmijët. Për një problem shumë të vogël ata komunikojnë me psikologun, me doktorin, kjo ka të mira dhe të këqijat e veta. Sepse duket sikur e zhveshin veten nga përgjegjësitë, por më shumë I besojnë ekspertit, por ndërkohë kjo ka të mirën sepse okay, është shumë mirë të marrësh mendimin e ekspertit. Por ndërkohë ti lë atë natyrshmërinë e prindit që të lidhet natyrshëm me fëmijën e vet, është ajo lidhja biologjike, natyrale, që ata nuk e përdorin shumë. Por ama prindrit shqiptar janë më mbrojtës, do thosha, dhe kjo mbase dëmton, si thua, vetbesimin apo autonominë e fëmijëve? Sigurisht që kur e tejkalon atë masën, ti e dëmton fëmijën, por unë nuk kam asgjë kundër të qenurit mbrojtës ndaj fëmijës tënd, sepse për atë arsye edhe prind që të mbrosh fëmijën tënd. Por kur arrin dhe e tejkalon, kur kalon limitin, atëherë bëhesh obsesiv mbrojtës, atëherë dëmton pavarësinë e fëmijës, sepse ti ke nevojë që fëmia jote të jetë I pavarur. Për ndryshe, ai fëmijë do ketë varësi emocionale, ekonomike, varësi nga të gjitha anët nga prindi I tij. Pikërisht. Po leximi si ritual familjar. Çfarë rëndësie ka për një fëmijë? Sidomos sot që kemi teknologji. Në Kanada, një herë në javë fëmijët shkojnë në bibliotekën e shkollës. Dhe aty e kanë të detyrueshme që të marrin të zgjedhin libër dhe të lexojnë një orë në bibliotekë. Për librin që zgjedhin ata e diskutojnë në orën tjetër. Sepse organizimi I klasës është shumë ndryshe në Kanada. E para një orë mësimi është 80 minuta me të njëjtin mësues dhe shfrytëzojnë mësuesi organizon ndryshe nga këtu që kanë ora parë po themi fizik, ora dytë matematik, ndërsa mësuesi është I njëjtë
dhe mund të bëj anglishten, mund të bëj leximin, pra në 80 minuta ai mund të bëj një miksim temash të ndryshme. Prandaj leximi atje është shumë i rëndësishëm. Ata e dinë që teknologjia i ka larguar nxënësit nga leximi. Prandaj e theksojnë këtë në orën e mësimit, të paktën shkolla të bëj rolin për të mos humbur aftësinë e të lexuarit dhe edukatën e të lexuarit. Ndërkohë në familjen time është shumë i rëndësishëm. Fëmijët e mi e kanë për detyrë që të lexojnë anglisht edhe në frëngjisht, pasi ne jetojmë në një vend dy gjuhësh. Dhe një herë në javë ata duhet raportojnë për librin që kanë lexuar. Raportimi jo në kuptimin që unë si drejtoresha i kërkoj raportim skematik, por e diskutojmë. Dhe më duhet që për libra që vetë si kam lexuar, më duhet që të googloj së pari, që të di në vijat përgjithshme për çfarë bëhet fjalë për librin që ata kanë lexuar, në mënyrë që t'i bëj pyetje. Në Shqipëri nga panajeri shoh një interes të madh të lexuarit. Nuk e di nëse librat blihen dhe vihen në bibliotek apo lexohen, por duke parë shumë fëmijë që erdhën për të blerë edhe librin tim me prindër, me gjyshur, kuptova që nuk është humbur edukata e të lexuarit. Vazhdon këtu në Shqipëri dhe më pëlqen. Por për fëmijët emigrant, prallat, si thua, ndikojnë tek gjuha dhe identiteti? Absolutisht, të paktën flas për diasporën në Kanada, shoh interes shumë të lartë të prindërve shqiptar për të transmetuar dhe për të përcjell kulturën dhe gjuhën shqipe. Madje në Kanada ne kemi 3 shkolla, paktën në 3 provinca që di unë janë hapur shkollat shqipe. Dhe prindrit bëjnë dhurime librash në gjuhën shqipe në mënyrë që të edukojnë fëmijët me kulturën dhe gjuhën shqipe. Unë mendoj që nuk duan ta humbin atë lidhjen me gjuhën dhe po pralla ndikon shumë sepse është forma më e thjeshtë e komunikimit, e letërsisë për fëmijë. Pralla është magjike. Edhe fëmia që mund të ketë refuzimin më të madh ndaj të lexuarit, kur ti e nis prallën dhe e nis ti, se nuk mund t'ja japësh librin fëmijës sepse do ketë refuzim. Një fëmijë që nuk do të lexojë do refuzojë edhe prallën. Por nëse ti e nis ashtu pa ulur edhe thjesht duke thënë 2-3 fjalitë e para, fëmia do të rriqet edhe pastaj afrohet gradualisht përpara dhe ilustrimet aty. Dhe ky është kurthi që ti e fut, kurthi pozitiv për të tërhequr fëmijën në lexim. Përveç kësaj, çfarë duhet të bëjnë prindrit për të afruar fëmijën e tyre me librin? Unë them gjithmonë që modeli është aja. Pra nëse ti lexon si prind, lexon rregullisht dhe fëmia jote sheh me libër në dorë, fëmia merr edukimin, është një mesazh indirekt dhe s'ke nevojë ti thuash hajde lexo duke ti treguar që ti lexon vazhdimisht. Unë këtu e nis gjithçka. Pastaj kur prindrit e vendosin që gjysmë ore në ditë ne të dy do lexojmë në të njëjtën kohë, kjo është një hap edhe më tej. Pra, po themi në orën 4:30 deri në orën 5, mami do lexoj bashkë me ty, ulemi në të njëjtin vend dhe pasi mbarojmë mund ta diskutojmë. Për çfarë moshash bëhet fjalë? Për moshat shkollore para gjimnazit, pra po themi 9 vjeçare. Nga parashkollori deri në klasën e 9 unë e rekomandoj. Pastaj kur janë adoleshentë dhe domethënë në moshën e gjimnazit, ti ke hedhur themelet e tua, nuk ke nevojë ti thuash gjimnazistit hajde lexo me mamin. Varet nga zhvillimi individual i fëmijës, se ka fëmijë që zhvillohen deri në 12 edhe s'ke nevojë më. Ka që presin moshën 14, ka që deri në 9 s'ka nevojë më. Pra gjithmonë varet nga zhvillimi individual i fëmijës. Nëse një fëmijë apo një prind do ta mbyllte librin tënd sot, ti çfarë doje që të merrte me vete? Të merrte me vete mesazhin që ulu të paktën 30 minuta çdo ditë me fëmijën tënd. Mos lexo të gjitha prallat e mia, por ama diskuto mbi temat që janë trajtuar në atë libër. Diskuto mbi temat edhe që nuk janë trajtuar në atë libër që ti do doje që ti trajtoje me fëmijën tënd, por që të bisedoje sikur të ishte në një prall. Cila është skena që ke menduar duke i shkruar prallat e tua? Ke menduar një nën që i lexon një fëmijë, një baba që i lexon një fëmijë, apo një fëmijë që ja tregon shokut vet? Të gjitha. Në fakt, duke vënë veten time në rolin e nënës, të psikologes, të njeriu që punon në shkollë, e kam pozicionuar, e kam parë me syrin e mësuesit, të prindit, të psikologut dhe të fëmijës kur ua kam dhënë fëmijëve të mi për t'i lexuar. Pra e kam parë në shumë plane sepse janë pralla që mund përdoren nga të gjithë. Madje do thosha që edhe një
i rritur që ndihet brenda vetes fëmijë është shumë i përshtatshëm për t'i lexuar ato pralla. Pse jo? Janë një lloj si bersaletat kur njerëzit tregojnë, mund tregojnë dhe prallat. Prallat janë metaforë shumë e bukur, mund të përdoren në çdo kohë dhe nga çdo njeri. E ke imagjinuar se çfarë dëshiron ti të ndjejë një fëmijë pas leximit të librit? Unë dua që të mendoj edhe të fantazoj. Këtë dua unë nga çdo fëmijë, të fantazoj dhe ta voj mendje në punë, ta voj veten në vendin e atij personazhit, kafsh, shpend, çfarëdo qoftë personazhi, dhe të mendoj. Dhe dua që të zhvillohet emocionalisht fëmia, dua që të bëhet më i mirë, më i dashur, më i butë, pra të zhvillojnë empatinë, atë inteligjencën emocionale, të duan veten, të duan njëri tjetrin. Dhe në mbyllje të kësaj bisede, çfarë do doje t'ju thoje prindërve shqiptar? Unë të doja shumë që çdo prind të mos rresht kur, së paturi vëmendje 100% e fëmijë atyre. Të dhënurit dashuri duhet të jetë konstant, duhet të jetë i vazhdueshëm, pa mbarim. Dhe të dhënurit dashuri për mua nuk do thotë të përkëdhelësh. Të dhënurit dashuri do thotë të jesh aty gjithmonë për fëmijën tënd, ta dëgjosh, ta mbështesësh, të mos e gjykosh, të mos e kritikosh, por ta konsultosh. Jeta, të falenderoj shumë për këtë bisedë vërtet shumë dashamirëse dhe shumë të bukur për dëgjuesit e Radio Tiranës. Ishte kënaqësi. Kënaqësia imja gjithmonë. Koha për njëri tjetrin. Radio për familjen. Sepse koha për njëri tjetrin është koha më e çmuar.